Ende pas bardhur dita, rreth 600 zyrtarë policorë u përkatitën për ta nisur aksionin e quajtur Qielli i Thyer. Që të gjithë u shpërndan të koordinuar mirë në 4 komuna: Prishtinë, Prizren, Pej e Gjilan. Qëllimi ishte i qartë: arrestimi i personave që dyshohet se kryen krim të organizuar me trafikim të narkotikëve dhe pastrim të parave. Në koordinim me prokurorinë mbastesën hiç më pak se 47 lokacione. Rezultati i hetimit disa mujor dha rezultate: 22 persona u arrestuan si të dyshuar. Por krahas ndalimit, hetuesit gjetën e sekuestruan sasi të madhe të drogës, vetura, para të gatshme si dhe armatim. 29 vetura, 134.900.000 para të gatshme, 20.040 franga zvicerane, $490, 13.000 euro para të falsifikuara, 9 orë dore të markave të njohura, 36 armë të llojeve të ndryshme, 1.569 fishek të ndryshëm, 1.292 copë të municioneve të ndryshme, një prese për paketimin e heroinës dhe kokainës. Janë ngrirë po ashtu edhe afro 400.000 euro në banka. Aksioni në fakt ishte bashkërenduar me autoritetet e Belgjikës, Holandës si edhe në koordinim me Europolin. Në këtë formë u arrit edhe zbulimi i veprimtarisë për cilën shfrytëzoi aplikacioni Sky ECC, i cili konsiderohej si i papërgjueshëm. Pikërisht pas zbërthimit të këtij aplikacioni që përdorej në telefona të posaçëm, edhe në vendet e rajonit ishin kapur po ashtu persona të dyshuar për krim të organizuar. Të mërkurën në gjykatën themelore të Prishtinës pritet të mbahet seanca për caktimin e masës së sigurisë ndaj 22 personave që u ndaluan.